Derisa komuna është duke pritur një përgjigje nga qendra për themelimin e ndërmarrjes ambienti, bari dhe pemat e qytetit po thahen nga vapa. Përveç kësaj, hapësirat e gjelbra, për të cilat komuna shpenzoi para për t'i krijuar, ato sot duken krejtësisht të harruara pa përkujdesjen e dorës së njeriut. Në gjendje jo të lakmueshme shihen të jenë korridoret e gjelbra afër sallës së sportit në Ferizaj. Ndërkaq, drejtoresha e shërbimeve publike, Mimoza Fazliu, e cila sot mbajti një takim me gazetar për ta njoftuar opinionin me arritjet e kësaj drejtorie, tha se punët po shkojnë mbare mirë. E pyetur nga gazetarët për gjendjen e parqeve dhe hapësirave të tjera publike, ajo la përshtypje, sikurse nuk e ka parë qytetin moti. Korridoret e gjelbërta i kanë mirë mbajtje, do thotë edhe me post në kontrat nuk mujna na mi mbajt korridoret e gjelbërta, për shkak se i ka firma Ideali, do thotë që ka projektin një vjet e ka mirë mbajtjen. Unë e kom kontaktu me ta, dje kom fol, a i nuk më ka thonë që është gjendjen kësi lloji. Të dalë të shoh. Ndryshe, kjo qeverisje nuk ka kontrat me ndërmarrjen pastërtia për mirëmbajtjen e këtyre hapësirave, por drejtoresha Fazliu u zotua se kjo ndërmarrje po u del në ndihmë sa herë po i kërkojnë. Ne do të bëjmë një aneks kontrat, do të thotë me pastërtinë dhe do të vazhdojmë, po pastërtia është duke u i 2 herë në ditë. Këto do të thotë mirë, po është satësirë e madhe. Nuk ka kapacitet. Nuk ka kapacitet. Çfarë do të bëni për këtë rast emergjencë? A keni ndonjë plan si komunë? Unë jam në kontakt me pastërtinë, do të thotë ata në mëngjes i ujiten, edhe në mbrëmje kur do thotë kur ti pastrojnë rrugët me ato cisterna, si pas tyre i ujiten. Qëtë kapacitet ne e kemi një për një. Edhe pa pasur kontrat e bëjnë një gjë të tillë? Edhe pa pasur kontrat e bëjnë një gjë të tillë. Gjatë kësaj konference për shtyp, Mimoza Fazliu njoftoi se Drejtoria e Shërbimeve Publike gjatë këtij 6 mujori është kujdesur që 10 fshatra të kësaj komune dhe lagje të qytetit t'i bëj me asfalt me zhavar. Janë kryer këto rrugë, rruga në fshatin Zllatar, Tërn, Koshare, Komogllavë, rruga Arsim Bega, rruga Dim Ahmeti, po ashtu edhe në fshatrat Rakaj, Sarajisht, Lloshkobare, lagja e Nuhajve, Koshare, lagja e Maksutajve, në fshatin Kosin, rruga në Redime Balaj, rruga në fshatin Lloshkobare, lagja e Jezerzve, ku bë edhe zgjerimi i rrugës, si dhe rruga Haxhi Sejda, rrugë do thotë rrugi që lidhet me rrugën Ibrahim Ademi. Është intervenuar në sanimin e grupa me kubza betoni në rrugët e qytetit dhe në rrugët Ferizaj Varosh, Gurës, afër kishës ortodokse. Gjithashtu është intervenuar në mbrojtjen e rrugës nga Shembje Dhejut në rrugën Komogllav, Gurës në dalje të rrugës afër magjistrales dhe në rrugët e fshatit Mirësal, do thotë afër rrugës që shkon do thotë për Rahavic. Është intervenuar dhe në sanimin e grupa me asfalt, do të në këto rrugë, në rrugën e Reçakut, rrugën Ahmet Kaçiku, rrugën Gursele Bajram Sulejmani, rrugën Zener Hajdini, Bexhet Sojeva, Ramadan Saliu, rrugën e Sharrit, në fshatin Varosh, si edhe një pjesë në fshatin Cernil. Drejtoria e Shërbimeve Publike për këtë vit të qeverisjes ka planifikuar një buxhet prej 1.196.000 euro, ku nga kjo shumë tashmë është shpenzuar 40% e vlerës.